Përshëndetje teleshikues të televizionit Tuskana, jemi në vazhdën e intervistave me kandidatët për kryetar komunësh dhe bartësit e listave. Këtë radhë në studion e televizionit Tuskana kam derin që të kemi të ftuar profesoreshën e nderuar, bartësin e listës nga koalicioni Vlen Teuta Ahmedi Purellku. Përshëndetje profesoresh dhe faleminderit që pranuat jeni pjesë e kësaj interviste. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën, përshëndes teleshikuesit e televizionit Tuskana dhe faleminderit për mundësinë që më dhatë të jem pjesë e këtij emisioni dhe të shpalos programin politik të platformës tonë politike. Me që intervista ka karakterin promovues të kandidatëve, mund na thoni kush është Teuta Ahmedi Purellku si në aspekt profesional dhe në atë familjar? Atëherë unë jam Teuta Ahmedi Purellku, e lindur në Kërçov, shkollën fillore e kam kryer në Kërçov, 2 vite gjimnaz në Kërçov, 2 vitet e tjera në Prishtinë dhe mbarova gjimnazin në teknik laborant i kimisë. Më pas vazhdova studimet po ashtu në Prishtinë, në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, Dega Kimi, diplomova në vitin 1995. Jam e martuar, jam nën e 3 fëmijëve. Puna e parë imja ka qenë qysh si studente në 93-shin, kam punuar për disa vite si gazetare. Gjithashtu kam qenë pjesë aktive dhe një ndër themelueset e lidhjes së gruas shqiptare në Maqedoni, konkretisht në Degën e Kërçovës, bashkë me gra të tjera, kemi dhënë shumë kontribut të madh në shkollimin dhe emancipimin e femrës shqiptare. Jam punësuar pas 7 viteve pa punë, do thot në profesionin tim, në vitin 2002 në gjimnazin e Kërçovës, atëherë Mirko Mileski, tash shkolla mesme komunale Drita, dhe vazhdoj të punoj aktualisht edhe sot. Profesoresh, do me thonë ju që herët keni qenë e kyçur në të gjitha aspektet. Po edhe në aspekt politik nuk është që keni qëndruar anash. A mund të më thoni këtë radhë çfarë ju shtyri që të jeni bartëse e listës nga koalicioni Vlen për Këshillin Komunal të Kërçovës? Po, kam qenë edhe pjesë e politikës. Në 2016 jam një ndër themelueset e lëvizjes për reforma PDSH, më vonë Aleanca për Shqiptarët, kam qenë antare e Kryesisë Qendrore, kam qenë edhe një periudhë të shkurtër ushtruese detyre kryetare e Degës ASH-s Kërçov, do thotë kjo ka qenë viti 2017, ishte koha e zgjedhjeve lokale, atëherë ku ne si Aleancë fituam 3 këshilltar komunal. Gjithmonë do thotë për mua ka qenë e rëndësishme kauza, jo posti, do thotë asnjëherë nuk kam pas post politik, mirë po në politik shpesh meritokracia neglizhohet, vinë në shprehje jo vlerat. Dhe kjo është një arsye shumë e fortë sepse në politik nuk kyçen njerëz të ndershëm. E thatë qëllimi juaj ka qenë dhe është kauza. Më herët ja që nuk keni pasur mundësinë që të vini në shprehje. Cila është kauza më saktë juaja dhe pse mendoni se nëpërmjet Vlenit do të mund të arrini? Unë jam mësuese. Jam mësuese që gati më shumë se 2 dekada. Çdo ditë punoj me njerëz të ri, me nxënësit e mi dhe besoj shumë tek fuqia e rinisë. Ato janë forca ime për të vazhduar dhe për ta bërë misionin ashtu siç duhet, misionin e shenjtë të mësuesit. Kjo është një ndër arsyet kryesore, do thotë se pse jam kyç në politikë dhe pse dua të vazhdoj më tutje, pse dua të ndihmoj dhe pse pranova ftesën fal vizionit, përkushtimit dhe leadershipit të zotit Fatmir Limani, i cili paraqet ndryshim, jo vetëm ju jep përparësi të rive, por gjithë kategorive. Unë pranova me kënaqësi ftesën që të jem bartëse liste, por njëkohësisht edhe kam përgjegjësi shumë të madhe, se nuk jam vetëm kandidate, por para së gjithash jam një nën, një grua, që i di fort mirë problematikat e qytetarëve tanë. A mund të flisni pak se sigurisht ju jeni bartëse e listës, por keni edhe emra të tjerë në këtë listë të këshilltarëve. Cilat janë emrat dhe çfarë më konkretisht përfaqësojnë? Nga cilat lëmi vijnë?
Lista jonë është shumë ngjyrshe, do thotë, të gjithë nga i pari deri te i fundit janë njerëz me integritet dhe figura të pastra, vijnë nga profesione të ndryshme, kanë një shumëllojshmëri pra kuadrush kemi, të cilat do na përfaqësojnë me dignitet në Këshillin e Arshëm Komunal të Kërçovës, do të jenë zëri i qytetarëve. Kemi përfshi, do thotë, gjinin, gratë, pjesën e rinisë dhe të gjithë tjerët. Kur jemi tek Këshilli i Arshëm, përbërja e ardhshme e Këshillit Komunal të Kërçovës, në rast se nuk arreni të dilni forca e parë, do të jeni të gatshëm për kompromis, për ndonjë bashkëpunim me parti tjera, apo edhe me listën e të panvarurve që vjen nga Kërçova? Këtë e kemi dëshmuar disa herë ne, do thotë në Kërçovë, kemi qenë opozit, por kemi përkrah pas një kusht kandidatin e vetëm shqiptar. Kësaj radhe besoj do jetë koha që të na përkrahin neve, se besoj fort se ne do shkojmë në raundin e dytë. E kemi përkrah, do thot, pa kushte, potencoj, në vitin 2017 kemi pas 3 këshilltar, pas një kusht, do thot. E kemi përkrah kandidatin e vetëm shqiptar. Ti kandidati po, por aty me siguri do duhet, sepse tashma me rregulloren e re që erdhi nga qeveria, ra edhe numri i këshilltarëve. Me siguri në përbërjen e këshillit do duhet të formohet një koalicion për të arritur shumica e kujdoqoftë që do të heq me Këshillin Komunal. Në këtë drejtim, jeni të gatshëm për të bashkëpunuar edhe me parti tjera politike shqiptare dhe cili do të jetë kushti juaj? Patjetër do shifet mbas zgjedhjeve kjo do shifet. Sigurisht, akoma nuk e dim rezultatin. Jeni tani më në fushat zyrtare, keni filluar takime me qytetarët, prezantimin e programit tuaj dhe sigurisht ju jeni në listën e këshilltarëve, mirë po jeni edhe krau i gjajtë i kandidatit për kryetar komune. Mund të na thoni cilat janë ato pikat kryesore të programit, me të cilat kuptohet ju do të kërkoni edhe, në fakt edhe kërkoni votat e qytetarëve? Programi jonë politik ka gjithsej 9 pika, duke filluar nga rinia, infrastruktura dhe urbanizmi, arsimi, kultura, sporti, shëndetësia, mjedisi, mirëqenia sociale, siguria publike, mërgata, mjedisi, qyteti i gjelbërt dhe transparenca llogaridhënie. Edhe më herët e përmendet rinin dhe tani pikë të parë të programit e nisët me rinin. Pra nisim. Kur e keni parasysh moshën e personave apo në fakt të ri me sa i përket eksperiencës politike? Të rit. Sepse jo eksperiencës politike, të rit. Jemi dëshmitar, domethënë udhëheqës në institucione që janë vendosur tashmë nga pushteti qendror, në moshë nuk janë edhe fort të ri. Rinia ka zë, Kërçova ka të ardhme, të rit. Patjetër duhet t'i mbështesim të rit. Patjetër duhet t'i mbështesim, është detyrë themelore e jona, sepse ne jemi dëshmitar të largimit masiv të të rinjve. Unë jam mësuese, para 10 viteve kemi pas në një gjenerat 450 nxënës. Tani, në momentin që flasim, kemi 120-130, do thot 300 nxënës më pak në një gjenerat. Sigurisht është shqetësuese dhe është përtej madje Kërçovës, dhe kur jemi tek arsimi, cila është pika juaj, sepse dhe vini në rregull. Sigurisht. Prandaj e kemi detyrë që ta mbështesim rinin. Edhe pak të ri që na kanë mbet, mos të largohen, prandaj Kërçovës i duhet ndryshim. Në buxhetin tonë kemi parapa 1% të buxhetit të përgjithshëm të komunës ti dedikohet plotësisht rinisë, në mënyrë që ato të hartojnë plane dhe programe, projektet e tyre për t'i realizuar. Unë ju uroj sukses në këtë drejtim, mirë po nga eksperienca e deri tashme e kësaj përbërjes qeveritare, themi sidomos për Kërçovën, nuk e di sa kanë hapësirë të rinë, sepse kemi parë, jemi dëshmitar në institucione që udhëheqin, në fakt lem për të dëshiruar kjo. Jo, nuk është as pak e vërtet. Ministri aktual, zoti Fatmir Limani, ka punësuar 250 punësime ka bë, prej tyre 220, 90% janë të ri. Nuk e mohoj këto, sigurisht, për tek punësime, për tek udhëheqjet e institucioneve, ndoshta çalojmë në këtë pikë, po sigurisht këto mund ta debatojmë edhe me zotin Limani. Në moshë të re, do thot, drejtoresha e për punë dhe politikë sociale dhe e qerdhes, janë të reja. Të dyja janë të reja. Atëherë, profesoresh, ju patët edhe takime me diasporën
brenda Edhe javës. pikën e arsimit. Në rregull, se do të kthehemi tek pika e arsimit. Ju vini nga fusha e arsimit. Çfarë keni parë më konkretisht në programin tuaj? Arsimi është fusha ku unë vi dhe që më tangon më shumti. Do thotë dhe do punoj fort për përmirësimin e kushteve në arsim. Në pikat shkurtra, do hartojmë plan 4 vjeçar për përmirësimin e infrastrukturës shkollore. Do investojmë në mjetet shkollore, inventarin shkollor. Unë jam vi nga gjimnazi, do thot, e para do filloj aty. Do thot, bankat që i kemi ne janë pi para 30 vjetëve. Do investojmë në laboratore, do mjetet tjera digitale, internet shpejt, e kështu me radhë. Unë ligjeroj lëndën e kimisë. Si vjetë kam një pjesë të gjeneratës vitit parë dhe pyetja parë që më bën nxënësit është profesoresh, a ka laborator? Për fat të keq nuk ka. Do thotë edhe sot e kësaj dite në këtë kohë, unë kam pas laborator, fëmijët e mi, nxënësit e mi nuk kanë. Kjo është e dhimbshme. Prandaj duhet fuqishëm të investojmë në arsim, sepse ardhmja fillon nga aty. Profesoresh, cilat janë ato pika tjera sa i përket mirëqenies sociale dhe aspektit infrastrukturor të cilat i keni në program? Sa i përket çështjeve sociale, mirëqenies sociale dhe shëndetësore, këtu do punojmë fuqishëm në hapjen dhe funksionalizimin maksimal të njësër institucioneve qendrore, duke filluar nga fëmijët, të moshuarit, të pamundurët dhe kategorive të tjera. Ndërsa, kur jemi tek infrastruktura, çfarë keni parë në programin tuaj? Ne ofrojmë një qasje inkluzive të gjithëve që dëshirojnë të bëjmë pjesë e këtij ndryshimi për të zgjidhur problemet dhe nevojat e qytetarëve që fatkeqësisht ende janë të natyrës bazike. Ujë, kanalizim, beturina. Edhe tash në kohë fushate, por edhe pas zgjedhjeve, cila është dhe cila do të jetë qasja juaj me diasporën? Prandaj ka pikë të veçantë ka diaspora. Pra do të ketë trajtim institucional i Mërgatës si partner strategjik, themelim i sektorit të diasporës dhe bashkëpunim ndërkombëtar, trup i përbashkët ordinues ndërmjet komunës Kërçovës dhe përfaqësuesve të Mërgatës, strategji 5 vjeçare për veprim të përbashkët, komunë Mërgatë e kështu me radhë. Pra, deri tani Mërgata ka qenë shtyllë e fort e vendlindjes, por vetëm në aspekt ekonomik dhe kombëtar, tani do të jetë e kyçur direkt në procesin e komunës dhe do funksionojë shumë mirë trekëndshi Mërgat komunë. Profesoresh, jemi tash edhe në fund të intervistës. Në fund do kisha dashur mesazhin tuaj për qytetarët pse duhet të votojnë koalicionin Vlen në këto zgjedhje lokale. Duhet të votojnë sepse ne jemi ndryshe, do thotë ofrojmë një program cilësor të bazuar në projekte të realizueshme komunale, jo në projekte vetëm të shtruara në letër dhe të mbesin letër. Pra projekte të realizueshme komunale që kapin gjithë sferat e jetës. Këto projekte janë inkorporuar në programin tonë bashkë me qytetarët. Pra kemi bë në formë ankete, kemi shpërnda materialin e thjesht, programin e thjesht, kemi lënë aty numrin, ne janë paraqitur të qytetarët dhe kemi pas edhe kanal komunikimi ku na kanë kontaktuar gjithë qytetarët dhe kanë paraqitur kërkesat e tyre. Të gjitha këto janë inkorporuar në program dhe pas zgjedhjeve me njëherë prap do t'i vizitojmë gjithë komunat, gjithë bashkësitë, gjithë institucionet dhe nga ato do kërkojmë se cilat është më e rëndësishme nga ato kërkesa dhe ajo nga aty do të fillojë realizimi i tyre. Unë ju dëshiroj suksese në zgjedhje dhe edhe njëherë ju falenderoj për kohën që ndat jeni pjesë e këtij vazhdimimi. Prandaj për ta realizuar gjithë këtë program të vegat, do thotë ftoj qytetarët që të na japin besimin, të na japin mbështetjen, të votojnë numrin 7, të votojnë kandidatin për kryetar të komunës Kërçovës, zotin Fatmir Limani, dhe listën e këshilltarëve të koalicionit Vlen. Suksese, profesor. Shumë faleminderit për mundësinë. Teleshikues të respektuar, ishte kjo intervista me bardhësin e listës nga koalicioni Vlen, profesoreshën Teuta Ahmedi Purellku. Ju faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim në intervistat e radhës.